Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hithra, sekreti që shëron në dhimbjen e kockave për gjithmonë, jasti ta përdorni. Dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme shëndetësore, duke i lënë pacientët në agoni dhe në vuajtje. Këto dhimbje trajtohen me disa kura mjekësore dhe një prej më të mirave është pikërisht ajo e hithrës. Kjo bimë është një kohësisht shumë efikase në zbutjen e dhimbjeve. Ajo lufton inflamacionin në organizëm dhe gjithashtu pakson ëndjen dhe largon në dhimbjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar pikërisht nga këto vlera është çaji i hithrës së freskët ose të thatë. Lëngu i hithrës përmban shumë minerale të shëndetshme, përfshirë këtu kalciumin, magnezin dhe hekurin. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm për njerëzit të cilët vuajnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjes e cila gërryen kockat me kalimin e moshës. Gjithashtu, këtu ne do t'ju mësojmë se si të përgatisni lëngun e hithrës së freskët. Për këtë lëng juve ju nevojitet 1 filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan lëngu me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe lajni ato me ujë të bollshëm. Më pas hidheni në tenxhere dhe lëreni që të marrin një val dhe uleni zjarrin dhe lëreni të zjenjë edhe për pak kohë. Menjëherë më pas kullojeni lëngun dhe pijeni. Shtoni edhe mjalt nëse do të dëshironi. Lëngu me gjethe të thata hithre. Merrni një lugë çaj me gjethe të thata dhe hidheni në një çajnik me rreth 2 gota me ujë. Zjeni për 10 minuta. Pasi ta kulloni lëngun, shtoni aty edhe mjalt për ta ëmbëlsuar dhe pak kanellë, e cila ndihmon kundër inflamacionit. Lëngu duhet pirë i ngrohtë, mund të pini 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë ju ta ndjeni veten tuaj akoma dhe më mirë. Lëngu i hithrave gjithashtu duhet i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizëm për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve. Hithra po ashtu është e pasur edhe me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishte dhe zarzavatet e tjera. Flavonoidet dhe karotenoidet të cilat gjenden tek lëngu i hithrës, së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C, i japin kësaj pijeje efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar. Aplikimet të ndryshme të hithrës janë po aq efikase, madje edhe më të drejtë për drejta, por gjithnjë sugjerohet që ta pini lëngun e hithrës për të përfituar sa më shumë prej tij. Gjithashtu, dhimbjet e kockave po kthehen në një problem shëndetësor shumë të përhapur kudo, madje edhe në vendin tonë. Kjo ndodh sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë për aktivitet fizik, ndërkohë që jetëgjatësia është rritur. Kjo nënkupton se njerëzit për aktivitet fizik nuk kanë më kohë dhe rrjedhimisht ata i përdorin muskujt e tyre dhe kockat për shumë kohë, duke qenë se dhe jetëgjatësia është rritur. Në përgjithësi, njerëzit kërkojnë direkt ndihmën e medikamenteve qetësuese, por shpesh këto ilaçe kur pihen me tepri janë të dëmshme për stomakun dhe njëkohësisht për mëlçin. Natyra nga ana tjetër na ka dhënë shumë burime të rëndësishme kundër dhimbjeve dhe që nuk dëmtojnë organet e tjera. Në këtë video ju do të mësoni për një trajtim tërësisht të fuqishëm kundër dhimbjeve të kyçeve, që bazohet në përdorimin e kripës dhe të vajit. Vlerat e vajit të ullirit. Vaji i ullirit është i pasur me polifenol, të cilët gjithashtu shërbejnë si antioksidant. Në momentin që ky lëng i artë bie në kontakt me organizmin, ajo ngadalson edhe plakjen e qelizave. Kjo do të thotë që dhimbjes i duhet akoma dhe më shumë kohë për të shfaqur. Vaji i ullirit përmban edhe substanca që parandalojnë
aktivizimin e inflamacionit. Vaji i ullirit gjithashtu rregullon qarkullimin e gjakut që rrjedhimisht i mban organet tuaja sa më të shëndetshme. Trajtimi me vaj dhe krip kërkon kripdeti sepse ofron përfitime shumë të mira për organizmin. Kripa e detit përmban magnez që forcon indet. Mineralet e tjera të kripa janë shumë të mira për sistemin imunitar dhe gjithashtu për shërimin e kockave dhe muskujve. Sikur të mos mjaftonte kjo, kripa e detit përmirëson gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut dhe eliminon sasitë të tepërta të sodiumit në gjak duke ulur kështu edhe tensionin e tij. Kura me vaj dhe krip për dhimbjet e kockave. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një gotë me ujë, 20 lugë gjelle me vaj ulliri, 10 lugë gjelle me krip deti. Përdorimi i kurës kundër dhimbjeve të kockave. Shtoni vajin e ullirit dhe kripën në ujë dhe përzieni ato së bashku. Masën e përftuar më pas përdoreni për të masazhuar zonën e prekur nga dhimbja për rreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet që të zgjasë 3 minuta dhe ju duhet të arrini të masazhoni zonën e prekur për 10 deri në 20 minuta. Kjo kurë duhet aplikuar më pas në lëkurën tuaj për 10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë gjithashtu të shpejta dhe afatgjatë. Do të shikoni që do të mund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja juaj do të zbutet ndjeshëm. Nëpërmjet këtij masazhi, qelizat tuaja do të rigjallërohen dhe qarkullimi i gjakut tuaj do të jetë më i mirë dhe sistemi juaj imunitar do të jetë edhe më i fortë. Në disa raste mund të vëreni që lëkura juaj mund të skuqet. Kundër skuqjes mund të përdorni një peshqir me ujë të ngrohtë dhe më pas pak pudër. Nuk keni asgjë për të humbur, përkundrazi mundet që të përfitoni shumë. Nyjet më të rëndësishme në tërë trupin ton janë gjunjët, meqense ato na ndihmojnë të lëvizim lirshëm dhe na ndihmojnë me lëvizjen. Gjithashtu gjunjët janë të rëndësishëm dhe njëkohësisht vendimtar për drejtim, ulje dhe shumë lëvizje të tjera të cilat ne i performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mundet që të sjellë vështirësi dhe të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Në disa raste të inflamacionit të këtyre nyjeve mundet që të sjellë vështirësi dhe madje të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Ju duhet që të veproni sa më shpejt sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur dëmet të cilat sjellin tek gjunjët tanë. Në këtë video ju do të mësoni për një ilaç tepër të rëndësishëm i cili është në gjendje të qetësojë dhimbje në gjunjë për disa minuta, por jeni të vetëdijshëm se dhimbja në gjuhë mundet të shkaktohet nga mbipesha, lëndimet, përpjekjet e tepruara fizike dhe artriti. Prandaj ju duhet që t'i hidhni një sy këtyre recetave. Përbërësit janë: një e verdhë veze, 2 lugë krip dhe fashë elastike. Rriheni të verdhën e vezës dhe e përzieni atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe vendoseni direkt në gjuhë, si edhe përdorni fashën elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet që ta kryeni këtë praktikë me fasha 4 herë në ditë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video,
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!